Mbrëmjen e 26 shtatorit, poetja Idva Pere zhvilloi një mbrëmje poetike në prani të miqve, të afërmve dhe dashamirësve të saj. Aktiviteti u mbajt në një atmosferë të ngrohtë, të mbushur me emocione, ku fjala poetike u bë urelitse mes kujtimeve dhe shpirtit krijues të vetë autores. Në fjalën e saj, Idva ndau me të pranishmit mendimet dhe ndjenjat e sinqerta, duke theksuar se edhe pse studion dhe jeton në kryeqytet, lidhja e saj me Pogradecin mbetet e pathyeshme dhe e gjallë në çdo hap të saj. Një vend të veçantë në rrëfim zuri gjyshja Elsa, e cila për të ka qenë gjithmonë forca më e madhe mbështetëse. Të dyja ndanë një emocion të veçantë gjatë mbrëmjes, i cili i përfshiu të gjithë të pranishmit. Solla sot pak nga krijimtaria ime, pak nga frymëzimi im, pak nga ajo se çfarë doja t'i dhuroja Pogradecit, sidomos tani që jam studente dhe ndjej pavarësisht dëshirës një detyrim shpirtëror për Pogradecin, që unë të vazhdoj të jem aktive ashtu siç kam qenë në 9 vjeçare dhe në periudhën e gjimnazit. Solla poezitë e mia, siç u tha dhe në prezantim, nga vjersha e fletores së klasës së 7 deri te ajo që kisha sjell para pak ditësh. Është e veçantë sepse poezia që mami interpretoi lidhet me shumë kujtime, lidhet me fëmijërinë time, lidhet me atë që jam unë sot, lidhet me gjyshin tim, të cilin e kujtoj çdo herë me mall. Edhe kush shkruan poezi e kupton që për ato kujtime që ne kemi aq shumë mall, aty lapsi fillon të shkruaj më shumë. Dhe me nëna Elsën, ajo është mbështetja ime numër 1 në jetë, jo vetëm në poezi, por në çdo hap të jetës time, kështu që nuk mund të rria pa kaluar disa çaste të veçanta me të. Jam duke punuar për një botim të dytë poetik. Mbrëmja, e cila zgjati disa orë, solli në skenë jo vetëm poezi dhe mesazhe frymëzuese, por edhe copëza të çmuara nga fëmijëria e Idvës, të shoqëruara me interpretime artistike nga miqtë e saj të afërt. Çdo varg, çdo rrëfim dhe çdo kujtim u bën pjesë e një mozaiku të bukur që i dha jetë një atmosfere reflektuese magjike. Sipas miqve dhe qytetarëve të Pogradecit, Idva Pere shihet si një nga thesaret më të çmuara që ky qytet bregliqenor mbart, një zë i ri poetik që premton të mbajë gjallë traditën letrare dhe kulturën e qytetit të saj.